Sot është ditë tregu në Tetov dhe në këtë ditë komuna u lejon shitësve ilegal të shesin në rrugë, por një situatë e ngjashme vërehet edhe në ditët e tjera, duke bërë që hapësira publike në qytet të uzurpohet. Përveç nga shitësit ambulante, nga biznese që nxjerrin produktet jashtë për të shitur, trotuaret zihen edhe nga tavolinat e kafeneve. Anketuam disa qytetarë të Tetovës në pjesën qendrore të qytetit. I pyetëm sa u pengon nëse kanë mjaftueshëm hapësirë të ecin lirshëm pa pengesa. Pengesa sa si e sheve, sa dush pa pengesa, se s'ka kur një rregull. To nuk e di edhe sa është e lejuar, sa duhet qese, u foli për jashtë edhe këtu ka dallime. Se këtu edhe kushtet janë, edhe për njerëzit invalid nuk i kanë trotuaret ku të hesin, ku të lëvizin. Zonë qot, ja. Si rajnë urë. Unë mendoj që shumë mirë janë çto karrikët të lartë, njerëzit pak freskohen. Zonë të nuk... Jo për këtë hapësirë, folim çon. Përgjithësi, ka diku përgjithësi shumica nuk janë zonë ta. Se të folim kot. Sa thëmë më Tetova, më të gjithë ku më hecë më shumë. Tetova janë këtë korruptomën, e në me rena, e në me këtë kësijet. Asë një gjonë së në gjishë të thoshtë që ki kona ta më. A duhet liro? Pa duhet liro, normal duhet liro, në të pse e marro për të hecë, nuk e marro për të qitë astalla. Ki qitë dëgjone kom njëfë shëtu në te, ose te mullet e bone kjetë, te bone ata. Sa në regull, kur gjëna për të regullohen kata. Për këtë problem, pyetëm kryetarin në komunës së Tetovës Bilal Kasami, ai thotë se inspektorati intervenon, por sipas tij duhet ndërmarrë masa të tjera përfshir konfiskimin e tavolinave. Është fakt që ka pasur kështu situata, ka intervenu inspektorati, janë largu dhe janë këtij prapë. Po përsëri po them që është një luftë permanente për shkak të tendencës permanente nga disa biznese private që të shfrytëzojnë jashtë ligjit hapësirat publike, por edhe lufta jonë është e përditshme dhe gati në përditshmëri, apo çdo javë kemi aksione të tilla të inspektoratit. Po, edhe në trotuar aty ku ka më shumë se hapësirë se 1 metër e gjys, që të lejohet 1 metër spaku 1 metër e gjys jetë trotuar. Edhe në ato pjesë ku ka kushte jepet pra për tavolina dhe në trotuar, ashtu si në shumicën e vendeve europiane. Inspektorati komunal ka ndërhyrë disa herë për t'i liruar hapësirat, por pas disa orësh situata rikthehet si më parë.